gjitha partit, të përfshi edhe partit tjera parlamentare, zgjidhjen edhe fatin e tyre politike kërkojnë të LDK-ja. Por kur flasim për pushtetin, atëherë flasin me egon e fitusit, ose të një fitusi simbolik i cili mund të dirigjoj zgjedhjen e organeve të reja, formimin e institucioneve të reja, siç është Kuvendi edhe Qeveria e Republikës së Kosovës. Liga Demokratike e Kosovës është i vetmi subjekt politik parlamentar që ka dhënë qendrim dhe ka dhënë zgjidhje për të dalë nga kjo situatë dhe për të mundësuar qytetarëve të vendit, por edhe Kosovës, formimin e institucioneve të reja, institucione që përkojnë me unitetin e kërkuar për shkak të polarizimit dhe ngjarjeve politik që ekziston në Republikën e Kosovës. Ndërsa të tjerët më shumë kanë folur për dëshira ose koncepte që në fundit vetëm vazhdon ngjarje ose vetëm vazhdon thirrja e seanca pa asnjë produkt të vetëm. Fajtori kryesor i kësaj gjendje është lëvizja vetëvendosje, sepse ajo i ka numrat më të mëdhej të deputetëve për të ofruar zgjidhje. Ndërsa ata zgjidhen po e kërkojnë qoftë me joshje, qoftë me gjana tjera. Jo, unë as nuk jam kontaktuar dhe as nuk ta quaj kështu në gjuhën në zhargonin popullor, nuk guxon askush të më kontaktoj jashtë subjektit tim politik, sepse votën e marr nga elektorati i LDK-s dhe atij që ndroj besnik. Por këtu i përfaqësojmë interesat e qytetarëve të vendit, jo vetëm të një subjekti politik. Mënyra ndoshta se si është trajtuar kërkesa individuale ndaj deputetëve është e pandershme, është e pamoralshme, sepse këtu përfaqësojmë një subjekt politik, e përfaqësojmë politika, edhe program, edhe premtime elektorale. Unë nuk e di, ka pas disa zëra që ndoshta kështu në mënyrë, nuk po them të drejtë për drejtë, po në mënyrë tërthorazi, por më shumë është propagandë nga lëvizja vetëvendosje për të arsyetuar krizën ose për të arsyetuar paaftësinë e tyre, mbi të gjitha për të arsyetuar propagandën se ata i kanë numrat për ta bërë kuvendin dhe për ta bërë qeverinë. Edhe tendenca për votë të heshtër është arsyetim i dështimit të tyre në vazhdimsi, sepse brenda votës të fshehër mund të fshehen edhe gjëra tjera, të cilat nuk i kontribuojnë as demokracisë, por nuk i kontribuojnë as jetës parlamentare